Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Qeveria miraton një ligj të ri për koncesionet publike dhe private, i cili përmban shumë masa shtrënguese dhe kontrolluese për të shmangur praktikat abuzive dhe që stimulojnë korrupsionin. Për projektet vendoset një afat kontrolli periodik për të kontrolluar nëse investimi është realizuar brenda afateve strikte të vendosura në kontratë. Nga parimet e garës hiqet bonusi për ofertët e pakërkuara, si dhe përfshihen disa institucione dhe ministri. Projekt ligji përcakton edhe kategoritë se ku këto koncesione jepen apo do të ndalohen. Qeveria thot se projekt ligji i ri për koncesione dhe partneritetin publik-privat synon të forcojë transparencën dhe mbikëqyrjen në menaxhimin e projekteve publike me kapital privat. Në ligjin e ri është parashikuar që koncesionet partneritet publik-privat do të përqendrohen në disa sektor kryesor si transporti, ku përfshihen hekurudhat, portet, aeroportet, rrugët, tunelet, urat, prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, në sektorin e ujit apo menaxhimin e mbeturinave në bujqësi e turizëm. Në ligjin e ri, i cili është miratuar në qeveri, përcaktohen rregulla të qarta për planifikimin, dhënien dhe kontrollin e kontratave koncesionare, duke vendosur një filtr paraprak për çdo projekt dhe raportime të detyrueshme 3 mujore. Kohëzgjatja e procedurës së shqyrtimit dhe vlerësimit nuk duhet të kalojë 30 ditë nga data e hapjes së ofertave për pjesëmarrje, duke hequr kështu mundësinë e keqpërdorimit të afateve për të futur në mënyrë të pandershme në garë kompani të tjera. Për të pasur nën kontroll e turi në ligj është parashikuar edhe ngritja e një regjistri të veçantë. Një tjetër risi është se hiqet bonusi prej 10% për ofertat që vijnë si propozimi pa kërkuar për projekte të ndryshme. Ministria e Financave do të vlerësojë dhe do të miratojë paraprakisht të gjitha studimet e fizibilitetit të projekteve të koncesionit partneritet publik-privat, si dhe çdo ndryshim apo transferim të tyre. Përgatitja e procedurës konkurruese përfshir për llogaritjen e vlerës nuk duhet që të kenë qëllim favorizimi apo përjashtimi të padrejtë të operatorëve ekonomik apo të shërbimeve të saktuara. Koncesionet publike private kanë qenë në fokus të kritikave të opozitës, por edhe të partnerëve ndërkombëtar. Megjithëse ata kanë gjeneruar investime të mëdha jashtë parave të buxhetit, shpesh janë bërë objekt për debate, por edhe për hetime për korrupsion. Rasti i fundit është aeroporti i Vlorës, ku megjithëse përplasja ishte mes investitorëve privat të këtij koncesioni publik-privat, u ndje mungesa e vëmendjes së autoriteteve në këtë investim strategjik, por edhe në sigurinë kombëtare. Politikani kontravers serb i Bosnjës, Milorad Dodik, është hequr nga lista e zezë e sanksioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit. Dodik dha dorëheqjen pak ditë më parë nga posti i presidentit të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës dhe me sa duket si pjesë e marrëveshjes për heqjen e tij nga kjo listë. Lista e Thesarit është e ndryshme nga lista e zezë e Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilën kanë vazhduar të shtohen emra edhe me ardhjen në pushtet të presidentit Trump. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr nga lista e sanksioneve ish liderin e serbëve të Bosnjës Milorad Dodik. Bashkë me të edhe ishantaren e presidencës së Bosnjës, Željka Zvijanović. Njoftimi është dhënë nga Departamenti i Thesarit këtë të mërkurë. Përveç tyre, nga lista e zezë janë hequr edhe anëtarët e familjes së Dodik, kompanitë e tyre dhe bashkëpunëtorët e ngushtë. Por kjo lëvizje vjen pas dorëheqjes së Dodik nga posti i presidentit të Republikës Sërbska, pasi Departamenti Amerikan i Thesarit dha sinjale për këtë lëvizje. Përpara Dodik, SBA-t hoqën nga lista e sanksioneve 4 prej bashkëpunëtorëve të tij. Menjëherë pas tërheqjes, Parlamenti i Republikës Serbe të Bosnjë-Hercegovinës emëroi Ana Trisic Babić si presidente të përkohshme. Babić, një aleate e ngushtë e Dodik, do të mbajë detyrën deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja presidenciale më 23 nëntor në Republikën Sërbska. Parlamenti gjithashtu shfuqizoi një sër ligjesh separatiste që ishin miratuar gjatë vitit të kaluar, pasi Dodik ishte paditur për shkeljet vendimeve të përfaqësuesit ndërkombëtar dhe të gjykatës kushtetuese. Dodik, një nacionalist pro-rus, refuzoi për një kohë të gjatë largohej nga posti dhe të vazhdonte të kryente detyrat dhe të udhtonte jashtë vendit në cilësinë e presidentit. Por Departamenti Amerikan i Shtetit mirëpriti vendimin e dorëheqjes së tij, duke thënë se ky ishte rezultati i përpjekjeve të udhëhequra nga SBA-t për të zbutur krizën në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania për pengim zbatimit marrëveshjes së paqes së Daytonit, e cila i dha fund luftës në Bosnjë në vitet 1990, si edhe nga disa shtete europiane që akuzojnë për rrezikim të paqes dhe stabilitetit në Bosnjë me politikat e tij separatiste.
Bashkimi Evropian kërkon mbylljen përfundimtare të vettingut në drejtësi brenda qershorit të vitit të ardhshëm, kur përfundon edhe mandati i kolegjit të posaçëm të apelimit. Në këtë organ mbeten ende edhe mbi 40 dosje në shqyrtim, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka dënuar edhe sulmet ndaj vëzhguesve ndërkombëtar të vettingut. Rivlerësimi përfundimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të përfundojë deri në qershor të 2026-s. Gjatë një takimi në kolegjin e posaçëm të apelimit, ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, tha se vettingu mbetet një nga kushtet kryesore të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Procesi i rivlerësimit mbetet shtylla kurrizore e reformës në drejtësi dhe përfundimi i tij është një hap themelor në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa konfirmon mbështetjen e Bashkimit Evropian për procesin e vettingut, Gonzato dënon sulmet ndaj vëzhguesve ndërkombëtar. Sulmet e fundit pa justifikuara dhe dezinformimi ndaj ONM-s dhe vëzhguesve të saj ndërkombëtar janë të papranueshme dhe synojnë të minojnë besimin te sistemi i drejtësisë dhe reforma në drejtësi. Deri më tani, kolegji i posaçëm i apelimit ka shqyrtuar 370 nga 417 ankimime të depozituara, ndërsa në proces janë dhe 48 të tjera, të cilat pritet të mbyllen brenda këtyre 8 muajve. 2 eurodeputet me origjinë nga Shqipëria kanë mbajtur 2 qëndrime të kundërta në takimin me kolegët e tyre shqiptar. Fredi Beleris ka folur greqisht kundërisht vendit të tij, duke quajtur Shqipërinë fundin e Europës. Por eurodeputetja Arba Kokalari thotë se Shqipëria ka bërë shumë hapa para dhe do të hap fatet e negociatave. Kryeministri Edi Rama është takuar me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris. Ai ka publikuar pamje nga darka zyrtare me presidentin Macron, me të cilin u takua në rastin e pjesëmarrjes në Paris Pace Forum. Rama ndodhet atje me ftesë të kreut të shtetit francez në kuadër të forumit të paqes, që mbahet në Paris në 29 deri në 30 tetor 2025. Në fokus të këtij eventi janë krizat klimatike, kërcënimet kibernetike, pandemitë dhe siguria ushqimore. Socialistët nuk janë kundër propozimit të Berishës për reformën zgjedhore dhe formimit të Senatit dhe uljes së numrit të deputetëve. Tauland Balla fton Partinë Demokratike të ulet në tryezë dhe të sjellë edhe propozimet e tjera, si dhe të votojë të njëjtën në kuvend rezolutën për SPAK. Por Sali Berisha refuzon dhe i bashkohet asaj që ai e quajti urrëtie popullore kundër reformës, që shpërtheu pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. E re, emra të vjetër, bile të njëjtat emra për 2 reforma. Partia Socialiste nuk surprizoi me përbërjen e 2 komisioneve të posaçme për zgjedhoren dhe territorialen. Tek reforma zgjedhore, bashkryetar Sërish Gjiknuri, në pritje të tangos së përhershme me Oert Bylykbashin, kurse te territorialja u caktua Arbian Mazniku. Mazhoranca e mirëpriti dakordsinë e doktor Berishës për uljen e numrit të deputetëve në parlament, bashkë me Senatin. Kam dëgjuar që kryetari i Partisë Demokratike ka komentuar lidhur edhe me propozimet tona asaj përket reformimit të kuvendit saj përket numrit, madje ka dalë dhe me një propozim për të pasur një senat. Le të diskutohen të gjitha këto si pjesë e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Është për të përshëndetur fakti që edhe ju pas propozimit ton, vini dhe ju me propozimet tuaja, të gjitha këto duhen diskutuar. Në pritje të uljes në karrige, Balla i ftoi demokratët të ngrenë dorën, të njëjtën në kuvend. Dhe apeli im sot këtu është që edhe kolegët e opozitës ta votojnë nesër në kuvendin e Shqipërisë rezolutën, pikërisht për të treguar se drejtësia nuk është e mirë dhe duhet përshëndetur kur ngrej akuza kundër kundërshtarit, dhe drejtësia është e keqe kur ngrej akuza kundër ndonjë kolegu tënd. Mendoj që këtu pastaj ndahen partia dhe Shqipëria. Por doktori mendon se çfarë është mirë për partinë, është edhe për Shqipërinë. Okej për sistemin edhe ai ditë më parë, por për projekt rezolutën jo. Shkak është vetëm një emër. Po si mund të pranoj unë? Si mund të pranoj unë Altin Troplinin dhe se skapi i partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare.
dosjet mbyllen kundrejt rrushfeteve. Dosjet në skap mbyllen kundrejt rrushfeteve. E vërteta është që opozita ka qenë dhe mbetet e vendosur në liri dhe drejtat e individit, shtetin ligjor dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kur vjen puna te drejtësia, për doktorin nuk ka rëndësi as partia as Shqipëria, po shtëpia. Kur nuk janë bërë akoma 40 ditë nga vrasja e gjykatësit Astrid Kalaja, Sali Berisha ju bashkua asaj që e quajti urrejtje popullore të qytetarëve për drejtësinë, që shpërtheu pas ngjarjes. U pas se çfarë urrejtje shpërtheu, kur në mënyrën më të dënueshme u ekzekutuan sallën e gjyqit gjykatësi, çfarë urrejtje shpërtheu kundër drejtësisë, se të shohësh një shpërthim të atill nuk kisha pa ndonjëherë. Një jetë të tërë. Në një tjetër reagim nga Burgu, një ditë pas deklaratave të Monika Kryemadit nga SPAK, Ilir Meta ka treguar me gisht biznesmenin Adrian Shatku. Ai ka thënë se kushdo që ka autorizuar këtë person apo të tjerë për të kryer pagesa për LSI në Shtetet e Bashkuara, duhet të mbajë përgjegjësi. Një ditë pasi SPAK paraqiti në gjykatën e posaçme letër porosi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si provë të re kundër Ilir Metës për lobimin e LSI-s, ky i fundit nga qelia tha se nuk ka asnjë lidhje me personin që ka bërë pagesat. Edhe pse pranon marrëveshjen me kompaninë Gjisis, ish presidenti Ilir Meta shfaqson veten dhe ekspozon shtetasin shqiptaro-amerikan kur thotë nuk ka patur dieni për pagesa që supozohet të jenë bërë nga biznesmeni Adrian Shatku, kushëri ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Nëse është e vërtet se kompania GSIS ka pranuar pagesa nga biznesmeni shqiptaro-amerikan Adrian Shatku apo kushdo tjetër për llogaritë LSI-s, kjo i vlen vetëm drejtësisë amerikane për të proceduar kompaninë. Nëse dikush nga LSI ka autorizuar shtetasin Adrian Shatkun të bëjë veprime të tilla të paligjshme, pa diskutim duhet përgjigjet maksimalisht para ligjit shqiptar. Për lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SPAK dyshon se Ilir Meta, si ish kryetari i LSI-s në vitet 2016-2017, lidhi një kontratë lobimi me kompanitë Global Security and Innovative Solution dhe grupi McKeon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas SPAK, për periudhën janar 2016-dhjetor 2017, LSI ka paguar kompanisë Gjisis për qëllime konsulence dhe lobimi $463,000 dhe ka deklaruar shpenzime për konsulencë pranë Komisionit Qendror Zgjedhor, si dhe ka paraqitur pranë organit procedues vetëm 3 fatura të paguara me shumën prej $93,000. Hetimet për Ilir Metën u mbyllën në 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit. Meta hetohet për aferën Çesdia, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Ai dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Të pandehur janë edhe Piero Xhixho, Fatime Kryemadhi dhe Ema Çoku. Një arsenal i madh armësh dhe municionesh është kapur në Tiranë gjatë një operacioni në rrugën Myslimshyri. Një 34 vjeçare në pranga, ndërsa 2 persona të tjerë u shpallën në kërkim. Hetuesi dyshojnë se armët do të ushiteshin grupeve kriminale. Një arsenal armësh është sekuestruar nga policia e Tiranës gjatë një operacioni të zhvilluar në rrugën Myslimshyri. Brenda një furgoni janë gjetur 23 armë zjarri të llojeve të ndryshme, 15.000 fishek, pajisje policore dhe materiale të tjera ushtarake. Gjatë këtij aksioni policia ka arrestuar Eugert Sinën, 34 vjeç, ndërsa 2 persona të tjerë janë shpallur në kërkim si bashkëpunëtor në aktivitetin e dyshuar të trafikut të armëve tek grupet kriminale. Eugert Sino ka qëndruar i heshtur duke mos dhënë asnjë deklarat para oficerëve të policisë. Uniformat blu kishin informacion mbi lëvizjet e 34 vjeçarit, pasi edhe më parë ishte i skeduar për armë sipas të dhënave paraprake. Brenda furgonit policia ka gjetur 12 pistoleta të markave Beretta, Glock, Rex Delta dhe Ranger, 5 snajpera, 6 armë automatike, silenciator dhe 15.000 fishek. Operacioni në fjalë është shtrier edhe në disa zona të tjera të periferive të Tiranës, pas dyshimeve për persona të lidhur me të arrestuarin Eugert Sino. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se armët janë trafikuar nga Kosova, ndërsa po verifikohet destinacioni i tyre final dhe rrjeti i trafikantëve që lidhen me Eugert Sinon. Një ditë para heqjes nga lista e zezë, media prestigjioze Politico.com parashikoi në fakt vendimin
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e sankcionimit për Dodik, duke theksuar se ai dhe Berisha kanë një emërues të përbashkët, Paul Manafort. Ish fushatisti i Trump dhe lobisti amerikan i ka këshilluar të dy, por sot Dodik u pastrua nga njolla e zezë, ndërsa Berisha jo. Për këtë do flasim sot dhe me mua në studio është bashkuar Indrit Vokshi, analisti i zhvillimeve politike. Indrit, mirëmbrëma, kënaqësi që je me mua në ora e fundit. Mirëmbrëma. Gjithashtu bashkë me ne në komunikim të drejt për drejt bashkohet dhe Alesia Balliu, ish kryetare e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Alesia, mirëmbrëma, kënaqësi që je drejt për drejt në ABC. Indrit, dua që këtë Faleminderit dhe ju, Alesia. Indrit, dua që këtë bisedë tani pikërisht me ty. Pse mendoni që Dodik juoj sankcionimi nga Departamenti Amerikan i Thesarit, ndërsa Berishës jo? Ne mund të mendojmë vetëm çfarë shohim publikisht. Pra ish presidenti Dodik ka dhënë dorëheqjen nga posti, që na çon ne të mendojmë se kemi të bëjmë me një marrëveshje politike. Pra qëllimi i sankcionimeve non grata ka qenë për të larguar nga politika disa njerëz, të cilët Shtetet e Bashkuara, aty ku kanë ndikim amerikan, siç është rajoni i Ballkanit, i kanë piketuar ose qarkuar si njerëz problematik dhe të cilët duan t'i largojnë nga jeta politike. Në rastin e Dodik ja kanë arritur, sepse ai vetë dha dorëheqjen nga president, e kanë hequr nga sanksionet ekonomike, që do të thotë amerikanë, si në filmat me amerikanë, i kanë dhënë të drejtën për t'i gëzuar ato parat që ka bërë në pushtet dhe gjatë kohës së pushtetit, dhe e kanë mbyllur politikisht, pra ata kanë pasur të rëndësishme të mos preket marrëveshja Daytonit në Bosnje, dhe të mos ketë faktor destabilizues me fuqinë e Milorad Dodik, faktor të cilët kërcënonin dhe me referendume dhe me shkëputje, duke cënuar gjitha arkitekturën e Bosnjës, që mbrohet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, specifikisht Gjermania, dhe duke ardhur në këtë pikë të sankcionimit non grata, e kanë shantazhuar me burg, me goditje financiare dhe penale, Dodik ka pranuar marrëveshjen dhe është larguar nga politika duke ruajtur krijesën e marrëveshjes së Daytonit. Pra kjo është, siç e shoh unë, arsyeja kryesore e largimit të Dodik dhe të heqjes së tij nga lista e sanksioneve. Qartë. Alesia, ndërkohë që Dodik, siç ne mësuam tashmë, ka pranuar marrëveshjen politike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u tërhequr nga skena politike si presidenti Bosnjë-Hercegovinës, por nga ana tjetër, pse Berisha nuk e pranon një gjë të tillë? Duket sikur ai preferon më tepër pushtetin politik se sa heqjen e non gratës, apo jo? Faktikisht, nëse Berisha do ishte tërhequr nga politika që në 2013 edhe nga militantët e Partisë Demokratike, do kujtoheshe me një nostalgji dhe pa diskutim që dhe sanksionet ndaj tij do të kishin rënë, por Berisha preferon pa diskutim të jetë në krye, sepse nuk mund të fitoj paqen në krye dhe nuk mund të jetoj dot pa pushtetin e tij politik. Që do të thotë të jetë komandanti përjetshëm i Partisë Demokratike. Indrit, ndërkohë ne tashmë e dim të gjithë ka patur një proces lobimi nga ana e Partisë Demokratike për heqjen e ndëshkimit të Berishës kundrejt një pagese prej $6 milion, zyrtarisht kontrata midis Partisë Demokratike dhe kryefushatistit Lachivita mbetet akoma aktive, por mbetet e paqartë nëse Berisha tashmë 81 vjeçar do të provoj apo do tentoj sërish të jetë kryeministri i Shqipërisë. Nuk mbetet e paqartë, ai e thot vetë që do tentoj të jetë kryeministri i Shqipërisë, nuk ka diçka të paqartë në këtë pikë. Por ne nuk i dim ato marrëveshjet për çfarë ka paguar atë 6 milionin. Ai thot për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë ose për në zgjedhje, por nuk ka diçka zyrtare, se nuk mundesh edhe të parashikosh diçka zyrtare si lobim për heqjen e non gratës. Por nuk dihet sa e lejueshme është kjo, ose mund të ketë probleme ligjore, por që
ambicia e zotit Berisha për qenë kryeministër është aty dhe është legjitime, se cilin këtë vend ka të drejtë pretendojë të bëhet kryeministër. Derisa është i votuar, pse jo, po thoni? Po nuk është i votuar për kryeministër, është i votuar për më pak se kryeministër, por ka drejtën e tij. Kisha fjalën i votuar apo i preferuar nga ajo pjesë e demokratëve? Po sigurisht është i votuar dhe i preferuar nga ajo pjesë e demokratëve, sepse nuk është kot aty, me qenë do t'ishte dikush tjetër, dhe nuk ka dhe ngjashmëritë ose rëndësinë specifike të Dodikut të Bosnjës për të marrë Amerikanët në mënyrë specifike me të. Pra, ky nuk kërcënon prishjen e ndonjë marrëveshje Daytoni, se nuk ka këtu. As nuk është i lidhur me rusët. Nuk ka, është, po themi, vetmi politikan i cili është akuzuar për korrupsion dhe nga ambasadori amerikan dhe nga ambasadori rus. Nëse ju kujtohet, pra nuk ka lidhje me rusët zoti Berisha dhe duke mos pasur lidhje me rusët është më pak kapacitet për të destabilizuar. Shiko, Alesja e theksoi pak më parë që nëse Berisha do të largohej nga drejtimi i partisë që në vitin 2013 do mbetej një figurë e preferuar dhe do kujtoj me nostalgji te demokratët. Por pyetja i ndritë është se ai është ofruar dhe Berishës një marrëveshje e tillë nga amerikanët. Tani, unë nuk di këta të cilët interpretojnë ose din sekrete për amerikanët janë të tjerë, janë 4 personazhe që lëvizin në për studio dhe ecin dhe si rilsa në TikTok dhe Instagram, unë nuk do të futem aty, që të marrë përsipër të bëj interpretime si është ofruar dhe çfarë i është ofruar. Ka dhe një parim që në ekranin publik nuk mund nxjerrësh gjithçka çfarë ne dëgjojmë në për tavolina. Fakti është aty, me sa ne mund të interpretojmë, erdhi një lider i ri në vitin 2013 dhe supozohej në një tendencë ose kurb normale, lideri i do të trashëgonte partinë politike. Ndodhi që jo. Ndodhi që u bë i pari kryetari i opozitës Shqipëri që jo që nuk u bë kryeministër, por u zhdukte nga politika. Pra, fatkeqësia e një politikani, s'po them e një partie, se ndoshta për një partie shikon si shpëtim pra largimin e tij, por ne nuk mund të themi, nuk dim çfarë ka biseduar zoti Berisha me amerikanët, përderisa asnjëra palë nuk tregon vetë se çfarë mund t'i ketë ofruar sekret njëri tjetrit. Ne tani bie dalim në këto. Ne nuk mund të themi një gjë të tillë, por ama dikush do pyeste që kthimi i Berishës sërish në krye të Partisë Demokratike, ndoshta ka qenë edhe një marrëveshje mes tij dhe Bashës. Tani vlen prapë njëjta logjik. E ne nuk e dim, nuk kemi qenë aty. Po të fikim kamerën dhe diskutojmë së bashku, mund të abstragoj, mund të themi dëgjova këtë apo nuk dëgjova atë. Por mënyra se si u zhvillua politika, mënyra agresive se si u trajtua tjetri, pra ka pasur, them, dhe një ngarkesë deri diku emocionale dhe një ngarkesë mlefi. Po. Nëse këta janë aktorë kaq mirë për ta luajtur kështu, unë them që kemi fituar 2 politikanë, por kemi humbur 2 aktorë të mirë Hollywoodi, që mund të krenoheshim me ta dhe mund t'i kishim si ikona, si këta Rita Ora, James Belushi që janë këta. Por nuk besoj që kanë në të nivel aktrimi. Alesja, pse Berisha në emër të Flamur Nokës preferoi që të paguaj $6 milion për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e non gratës dhe jo të pranoj marrëveshje si çdo dike bëri me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, largohet nga politika dhe mbi të gjitha çfarë do të sillte largimi i Berishës brenda Partisë Demokratike dhe kush do të largohej bashkë me të. Tani në radhë parë mungesa e transparencës, e pagesës këtyre parave dhe kontratës kësaj paraje ka qenë pa diskutim një ndër faktorët kryesor pse Partia Demokratike humbi zgjedhjet. Sa
i përket pyetjes që nëse Berisha ikën, i bie që bashkë me të ikin edhe gjithë kryesia dhe gjithë elita e Partisë Demokratike aktuale, pasi është Berisha që i mban ato. Unë nuk besoj që kjo gjë ndodh, por nëse kjo gjë ndodh, do jetë për të mirën e vendit dhe do jetë pa diskutim për të mirën e Partisë Demokratike, sepse do ketë një riformim dhe do ketë pa diskutim një frymë të re. Sa për marrëveshjen, midis Berishës dhe SBA-s dhe nuk e di ai është ofruar zotit Berisha një marrëveshje e tillë, pasi Berisha nga Dodi ka në disa diferenca që unë do doja t'i ndaja me ju dhe për publikun që është duke na ndjekur. Dodi ka qenë pa diskutim presidenti i një shteti i cili kishte lidhje të drejtpërdrejta me Putinin. Pa diskutim që dhe pasuria e tij kishte lidhje edhe me Serbinë edhe me Rusinë. Nga ana tjetër, Dodik në djenin time nuk ka pasur një çështje hetimore të hapur në shtetin e tij. Ndërkohë Sali Berisha këtu ka gati 3 çështje të hapura për hetim në SPAK dhe janë pa diskutim dy gjëra të ndryshme. Nga ana tjetër, Berisha nuk e ka rëndësinë e Dodik nga ana strategjike, për një arsye të vetme që është kontrollon thjesht Partinë Demokratike dhe vetëm opozitën e vendit. Kështu që në këtë analizë, në këtë prizëm nuk di të them ai është ofruar një marrëveshje nga SBA-ja zotit Berisha dhe nëse ky i fundit e ka pranuar apo e ka refuzuar atë. Ju thatë që me largimin e Berishës do largohen edhe të gjitha ata njerëz që ati i shkojnë pas, ajo elitë që tashmë është krijuar në Partinë Demokratike. Kjo do ishte në të mirën e gjithë Shqipërisë, në të mirën e vendit. Unë nuk besoj që kjo gjë ndodh, pasi thash që lidhja e ngushtë e Berishës është me pushtetin dhe ai nuk jeton dot pa të. Po pyetja ime do ishte tjetër, nëse largohet po sepse unë po të them që madhështorët ai mban sot në skem, pasi ato nuk janë të votuarit e popullit, ato janë të emëruarit e Berishës dhe këtë gjë do ta vërtetojnë edhe zgjedhjet lokale të datës 9, në të cilën do humben 5 bashkitë nga ana e Partisë Demokratike, pasi ato nuk përfaqësojnë më popullin. Janë thjesht disa rrogtarë që kanë marrë një mandat shyll dhe janë të punësuarit e tij. Dhe normalisht në momentin që ai bien dhe ato bashkë me të, sepse ato nuk kanë çfarë ofrojnë apo nuk kanë çfarë prodhojnë më në politikë. Nëse largohet Berisha, a është një nga madhështorët Gazbardi që pret për të marrë partinë? Më madhështor se Gazbardi është Muli, i cili pretendon dhe prej shkak të postit që është numri 2 i PDSH-s, pa diskutim që do ta pretendonte Muli përpara Gazit, mendoj unë si logjik, dhe pa diskutim që do ishte i refuzuar nga demokratët edhe nuk do kishte absolutisht asnjë lloj risie, asnjë lloj diference. Nëse do ishte për të ardhur flamurno kam kryet PD-s, rrof Berisha dhe 200 vjet. Indrit, cili është ndryshimi mes rastit të heqjes njollës nga departamenti i Thesarit për Dodik dhe ai mes njollës që i ka vënë departamenti amerikan i shtetit Berishës? Sa mund të thuhet se rasti i Berishës ndoshta ka edhe një ngarkesë më të madhe politike? Në çfarë kuptimi ngarkesë më të madhe politike? Që ndoshta njolla për t'u hequr në departamentin amerikan të shtetit është më e vështirë se sa ajo në departamentin amerikan të Thesarit. Nuk e shoh kështu, nuk ka lidhje me këtë. Thashë Berisha nuk ka fuqinë destabilizuese të Dodik, nuk ka agjenturat ruse ose infrastrukturën ruse nga pas, që do të thotë një marrëveshje me të nuk është aq etike, po them kështu, por nuk ka lidhje me institucionet ose me instancat amerikane, thjesht si në Shqipëri, si në Maqedoni, si në Kosovë, deri diku, këto non-gradat kanë qenë lajmërimet, largohuni nga politika, hapni krahun, lejoni personat të tjerë të jenë përfaqësues institucioneve. Pra, hapjuni rrugën njerëzve më pro-amerikan, të cilët mbajnë në këmbë sistemin e interesave të Amerikës në këtë rajon të botës. Dhe përveç kësaj që ju me të drejtë e thoni që ndëshkimi me non-grata ndaj Berishës është një mesazh politik për t'i thënë
që largon nga Partia Demokratike për t'ju hapur rrugën të rinjve, për të lejuar garën. A është edhe një mesazh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i drejt për drejt kundrejt Berishës, duke i thënë që Partia Demokratike është krijesa jonë dhe jo e jotje? Unë nuk e shoh kështu. Berisha ka shumicën e antarësisë Partisë Demokratike. Tani, na pëlqen, s'na pëlqen, njerëzit shkuan me Sali Berishë. Dhe thanë, kjo non-grada është non-grada ndaj nesh. Është non-grada ndaj gjithë popullit demokrat, du mlodhen në stadiume, në salat të vatrave të kulturës. Indrit, ndjes një pyetje kisha. Pra nuk ka rëndësi kush e inicioi Partinë Demokratike në vitin 90-91, rëndësi ka që de facto është në pronësinë e Sali Berishës dhe të atyre demokratëve që mbështesin Sali Berishën. Pra, është e drejtë atyre të kenë një parti politike, të tyre dhe ta bëjnë politikën si që duan vetë. Për nuk është diçka sovrane kjo. Pavarësisht se me humbje ose me një ngadalësi ose ngadalësi në rinovimin, në dinamikën, në reformimin apo në bërjen më konkurruese, në fundit nuk ka çfarë i bën askush. Pra, është partia e tij, edhe ai është i atyre, pra jeni ju pa jemi ne, pra ka një ndërlidhje midis antarësisë dhe liderit, pra njihen sistemet populiste ku nuk ka hall ka ndërmjetësuese midis, por është një marrëdhënie midis liderit, udhëheqësit dhe popullsisë, dhe rasti në fjalë është ky rast. Pra është kjo marrëdhënie midis udhëheqësit dhe popullsisë dhe antarësisë. Unë besoj që ata, antarësia e Partisë Demokratike, nuk do që të largohet zoti Berishë. Nuk do, madje do që të qëndrojë aty deri në fund. I keni parë ju edhe kur shprehen me Berishën deri në fund. Pra në fund ku nuk dihet, por deri në fund. Pra dhe është diçka normale, nuk ka ndonjë problem kuptimin politik. Pra 500.000 njerëz në Shqipëri që kanë zgjedhur të kenë atë përfaqësues politik. Në fundit kjo është Shqipëria, mos e fantazojmë dhe imagjinojmë sikur është një Shqipëri super demokratike me dinamika të tjera, pra të mos e ngatrojmë fantazinë tonë me realitetin. Të gjithë kemi drejt të fantazojmë, por të mos e çojmë aq larg imagjinatën. Po. Alesia, po kishe një ndërhyrje. Po e kisha me Indritin dhe më mendoj që logjika e tij qëndron deri para 11 majit. Pas 11 majit nuk e dia i ka më Berisha antarësinë e Partisë Demokratike, pasi dua të bëj një ndërhyrje të vogël që Partia Demokratike ka gati 5 muaj që nuk bën mbledhje nëpër struktura, sepse njerëzit nuk kanë më besim tek ajo dhe nuk e ndjekin më. Dhe kjo ka ndodhur edhe për shkak që jam dakord me Indritin që thotë deri dikush e ndoqi antarësia dhe me non-gratën, se ndërto kam qenë dhe unë, po si unë janë shumë demokratë që janë zhgënjur me drejtimin e leadershipit zotit Berisha dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. Kështu që unë nuk besoj që Sali Berisha ka sot shumicën ndërmuese të Partisë Demokratike. Unë mendoj që nëse Berisha sot hyn në një gardë në field, jo të manipuluar nga ana e tij dhe klani i tij familjar, ai pa diskutim që humbet thellë, po brenda Partisë Demokratike. Indrit, diçka të fundit e mendoni dhe ju kështu si Alesia? Nuk e mendoj kështu, sepse që ne të mendojmë që nuk e ka, ajo duhet të verifikohet me zgjedhje. Po. Pra duhet bërë një pa diskutim, edhe unë për zgjedhjet e kisha fjalën. Nuk e kisha fjalën, do unë për zgjedhjet kisha fjalën. Nëse Berisha sot në zgjedhje, për mua i humbet, sepse ka humbur Indrit, kërkoj ndjes ta them dhe këtë dyshet, ka humbur kredibilitetin, ka humbur besimin, ka humbur legitimitetin në PD dhe ka shkelur besimin e demokratëve duke shkelur dy nene. I pari që ka qenë dorëheqja e kryetarit që humbet zgjedhjet dhe mos kandidimi i tij, dhe dyta ka qenë mos bllokimi i zgjedhjeve më dhe në këto zgjedhje lokale Partia Demokratike i hyn pa logon e saj që do thot praktikisht ai ka shkelur këto dy premtime. Por gjëja më kryesore dhe rëndësishme është që ai premtoi demokratëve që me ardhjen e tij në krye të Partisë Demokratike do t'i sillte fitoren. Misioni i Sali Berishës ka përfunduar pasi demokratët më 11 maj morën rezultatin më të keq se ai që i dha Basha në 2021. Indrit,
Diçka të fundit për ta përfunduar. Shko, unë mendoj si fiton zgjedhjet në çdo moment që të futet në zgjedhje. Madje i fiton në një mënyrë kështu interesante, pa dalë në fushat vetëm me foton që qëndron në secilën zyrë të Partisë Demokratike, në secilën deg. Mendoj që i fiton, sepse PD-ja faktike është ndryshe nga PD-ja imagjinare, që mund të kemi në kokë. Pra PD-ja imagjinare është ajo PD-ja ku zoti Berisha ka humbur mbështetjen, ndërsa PD-ja faktike antarëve që votojnë për kryetarin, është ajo PD-ja ku zoti Berisha do të fitojë me 95% ose 90 varet sa e ka Oreksin, dhe do të fitojë vetëm me foton në murin e degës përkatëse të Partisë Demokratike. Faleminderit Indrit Vokshi. Faleminderit juve. Faleminderit Alesia Balliu që ishit me ne këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit. Më 29 dhe 30 tetor, Pallati i Kongreseve në Tiranë do të mirëpres edicionin e 4 të Panajirit të Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë Gjelbër, eventin më të rëndësishëm të vitit dedikuar sektorëve strategjik të energjisë, ndërtimit dhe teknologjive që promovojnë energjinë e gjelbër. Organizuar nga Iceberg Exhibition, ky panajir është kthyer në një platformë gjithëpërfshirëse, bashkëpunimi për kompani, investitor, institucione publike që kërkojnë të ndërtojnë një të ardhme më të qëndrueshme. Panajiri i energjisë, ndërtimit dhe ekonomisë së gjelbërt rikthehet për të 4-tin vit në Pallatin e Kongreseve si eventi më i rëndësishëm në vend, dedikuar sektorave të energjisë dhe ndërtimit. Sot ky panajir është ndërruar në një platformë bashkëpunimi dhe dialogu. Edicioni këtij viti vjen me kryefjalën eficienca energjetike, një nga prioritetet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Një shasje që bashkon teknologjinë, ndërtimin e përgjegjshëm dhe inovacionin e gjelbër për të ndërtuar qytetet inteligjente, më të pastra dhe me një të ardhme më të qëndrueshme. Jemi të hapur për publikun, nga ora 9 deri në orën 19:30, të gjithë mund të vinë dhe ta vizitojnë panajirin e energjisë dhe ndërtimit për të njohur mirësitë, për të informuar, për të ndërgjegjësuar, sepse jemi të gjithë drejt këtij tranzicioni drejt energjisë së gjelbër edhe burimeve të rinovueshme, materialeve të ndërtimit më të qëndrueshme. Nëse flasim për eficiencën e energjisë, flasim për atë çfarë intereson kujdon në shtëpinë e tyre. Do të ketë shumë panele diskutimi, shumë seanca informimi për qytetarët. Ky panajir, i cili do të rrijë i hapur deri të njëjtën, ka bërë bashkë rreth 80 kompani nga Shqipëria, rajoni dhe Evropa, ku nëpërmjet paneleve bizneset do të prezantojnë produktet dhe shërbimet e tyre më inovative, përpara një audience të gjerë profesionistësh, investitorësh, përfaqësuesish institucional dhe publikut të interesuar për teknologjitë e reja. Ky panajir mbledh ndër vete gjithë zhvilluesit, investitorët, si dhe inxhinier nga më ndryshë, secili gjithë për një qëllim, të ndërtojmë një të ardhme akoma më të mirë. Duke qenë se ky panajir kishte pikërisht këtë fokus dhe vizion gjithashtu, dhe përputhej qartë me vizionin që ne kemi si kompani ndërtimi, ishte qëllimi për të ndërthurur bashkë dhe për të ardhur në një panajir me një zhvillim të ri, me një propozim të ri. Panajiri do të jetë i hapur për të mirëpritur publikun e gjerë në datat 29 dhe 30 tetor, dhe pjesëmarrja është falas. abcnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Këtu kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët, vetëm pas pak vjen Leontina Nika me pas mesnatë. Ju ftoj ta ndiqni.